Tensionet Turqi-Izrael sa vinë dhe rëndohen. Javën e shkuar nga Parisi, ministri i jashtëm izraelit Gideon Saar akuzoi Ankaran se po luan rol negativ, jo vetëm në Siri, por në gjithë rajonin. Madje ai tha se Turqia po bën gjithçka për ta pasur Sirinë si protektorat turk. Deklarata e tij u bë pak orë pasi Izraeli nisi sulmet kundër Sirisë. Pas këtyre raportimeve, Ministria e Jashtme e Turqisë reagoi duke ia kthyer me të njëjtën monedhë. Deklaratat provokuese të ministrave izraelit pasqyrojnë gjendjen shpirtërore të tyre, si dhe politikat agresive dhe ekspansioniste të qeverisë fundamentaliste dhe raciste izraelite. Ne duhet të pyesim veten pse Izraeli është i shqetësuar nga zhvillimet në Siri dhe Liban, të cilat premtojnë paqen, stabilitetin dhe mbështeten nga e gjithë bota, pavarësisht mungesës së ndonjë provokimi apo sulmi kundër Izraelit në Siri. Sulmet ajrore dhe toksore të Izraelit në vende të ndryshme shpjegojnë me faktin se politika e jashtme e Izraelit ushqen konfliktin, shkruhet në reagimin e ministrisë turke. Më tej gjua shpërsohet kur thuhet se Izraeli po bëhet kërcënim i madh për sigurinë rajonale, destabilizues dhe po nxit terrorizëm. Një apel Turqia kishte edhe për ndërkombëtarët, ku i kërkon të marrin përgjegjësitë e tyre për të parandaluar agresionin gjithnjë më të pamatur të Izraelit.